Realisht në përshon që në çdo rast pushteti aktual në Kosovë po mundohet me provoku sikur të jetë një regjim autoritar. Dhe realisht dje e ka vërtetuar një gjë të tillë. Me shumë akte të tjera, por dje, sidomos kur ka demonstruar në gjoja që ka fuqi, ku ka sjellë dhe me urdhën të Sfeslës dhe Albin Kurtit njësinë speciale me armë të gjata. Dhe sigurisht që qytetarët të shohin si provokim, sepse ne dimë që derisa ka incidente të vogla ku s'ka rrezik jete, ku në Prishtinë edhe vrahët nuk shkojnë as policia me format e tilla, me maska, me armë të gjata, shihet qartë që ka provokim prej pushtetit. Dhe ne asnjëherë nuk i kemi ikë drejtësisë, gjithmonë baba jemi është përgjigjur institucioneve shtetit tonë që dëshmorët, invalidët, veteranët e gjithë popullit shqiptar ka sakrifikuar për me pas një shtet të tillë, një shtet demokratik. Prandaj besoj që është e rëndësishme që qytetarët e pithojnë me vetë prezencën e tyre, ku sot janë me Samir Shtakun, janë me të vërtetën e jo me propagandën. Mira, ka një ftesë nga policia për intervistim për zotin Shtaku? Po, ka një ftesë, derisa s'ka ardhur ftesa, na nuk i kemi përgjigj. Me qenë se ka ardhur ftesa në zyrën e komunës Skënderajt, atëherë na i kemi përgjigj. Sigurisht ka pas disa keqkuptime për orën dhe vendin, po është sqaruar kjo çështje dhe i presim sa më shpejt që të vinë edhe të intervistojnë dhe ajo është i gatshëm në këtë moment me orë çdo herë. Veç intervistim apo pritet diçka përtej? Ne kemi po që partia në pushtet po mundohet mu viktimizu, me bë propaganda, me shpik gjëra, vetëm mu viktimizu për fushatat e tyre që kemi përparanesh. Prandaj, na nuk e lejojmë me pas një gjatë e tillë dhe besoj që është mirë që mos me ra drejtësia në dorë të një pushtetit autoritar, në dorë të partive politike, por me profesionalizëm të trajtoj si çdo rast tjetër. Unë personalisht nuk kam qenë fare në Skënderaj, për hir të vërtetës, nga Prishtina e marrë me një herë dhe kam kuptuar që ai nuk ka qenë involvuar, por sigurisht për më shumë i tregon edhe vetë para institucioneve relevante të sigurisë apo para policisë Kosovës. Zyrtarisht sot është pranuar ftesa dhe prandaj jemi përgjigjur. Deri sot s'kemi pas ftesë, s'kemi pas arsye mu përgjigj. Ne në bazë informatave që kemi edhe nga komuna, nga kolegët tanë, na kanë treguar që i kanë thirrë edhe 2-3 herë edhe vetë komandantin e policisë së Skënderajt për të më treguar gatishmërinë për më ardhë dhe me jap intervistën, sepse siç e dini komuna i ka dinamikën e vet, ato punë të vetë dhe nuk mundet me lë anash për incidente të tilla. Pavarësisht asaj, na jena të gatshëm, këtë rast kryetari i komunës, por derisa s'ka pas ftesë zyrtare, nuk kemi pas si të përgjigjemi. Jo, nuk është brenda, është duke pritur derisa të vjen njësia nga Prishtina për kocë për çështjen e intervistimit dhe sigurisht pas se të vinë ata, ai do të jetë prezent dhe do të shkojnë të jap intervistën dhe të tregojë të vërtetën e tij.